Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Forum Sondazh në Nesër Televizion. Sot kemi menduar si fundjavë të merrem me çështje social-kulturore që padyshim ka të bëjë me gjithë secilin. Ka të bëjë me gjithë secilin nga koncepti qytetar, ka të bëjë me gjithë secilin nga koncepti ekonomik dhe ka të bëjë me shoqërinë nga koncepti ekonomik qytetar edhe më gjerë. Ndërkohë, për të gjithë ju që jeni ndjekës të vëmendshëm të jetës publike, keni vënë në re që tashmë në ditë të fundit i është vënë një hapësirë e rëndësishme publike ambientit, mënyrës së të jetuarit në ambient. Shumë edhe kryeministri, por dhe politikanë të tjerë referuar konceptit të pastërtisë brenda familje dhe konceptit të pastërtisë jashtë familjes. Sigurisht ne po na vjen shumë shpejt sezoni turistik dhe në rast se do të kemi një ambient më të pastër, në rast se do të kemi një ambient më të kulturuar, të gjithë ata që i banojnë në Bregdet do të kenë përfitime më të mëdha të ardhur. Por, edhe ne që do të konsumojmë pushimet aty, do të kemi kënaqësi më të madhe dhe sigurisht do të kemi dhe mirësinë ndoshta të kalojmë pushimet verore me turistë të huaj. Që të ndodhë një gjë e tillë, nevojitet një impenjim i çdo njërit apo nevojitet ajo që flitet së shumti tashmë nga institucionet politike, forcim të ligjit. Kryeministri shqiptar, por dhe politikan protagonistë të ndryshëm, i janë referuar vëmendjes institucionale, i janë referuar veprimtarisë ligjore eficiente, i janë referuar vendosjes së gjobave, kjo në pushtet qendror, por dhe në pushtet lokal. Pra, në një farë mënyre pa patur të bëjmë me shumicën apo me pakicën. Por a është kjo mënyra më eficiente për të ndërtuar një Shqipëri të pastër, ambientaliste dhe europiane? Apo duhet investuar nga shteti dhe sigurisht nga individët tek kultura qytetare, tek mënyra e jetuarit të gjithë secilit. Pra te një koncept i njohur në periudhën e diktaturës që bëhej për shkak propagandistik, politik dhe partijak, sot në konceptin propagandistik qytetar, kulturë masive. Ndaj pyesim sot, sipas mendimit individual për një Shqipëri të pastër europiane, duhet përdorur gjoba, kultura masive, apo gjithë secili mund sugjeroj. Kalojmë në opinionin e parë. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, urdhëro. Unë mendoj që problemi duhet ishte zgjidhur. Po ashtu si demokracia, ashtu edhe ky problem. Ka 20 vjet domethënë. Po. Po shtrohen rrugë, ato makina, gjithë gjona. Njerëzit paguajnë taksa, ky problem duhet ishte i marrur për mendimin tim. Unë them që ato mendojnë vetëm për vete. Edhe nuk du me ditë as për Shqipërinë, as për shqiptarët. Drejt. Ju falenderoj që solët mendimin tuaj në studio, ju uroj çdo të mirë, në fakt padyshim që një gjë e tillë duhet kishte ndodhur dhe ndoshta nuk do ndodha sot. Po të kemi vëmendjen e gjithë secilit, duke filluar nga interesi vetjak, ndoshta mund të ndodhë sot nesër dhe të kemi një Shqipëri të pastër ambientaliste europiane, jo për shkak të partive politike, po për shkak dhe nevojë të gjithë secilit. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Mimbroma. Mimbroma, urdhëroni. Unë jam për opsionin A. Gjoba. Po gjoba që mos ta marrin vetën shqiptarët. Dhe janë kaq të pagdhendur, ta nuk e imagjinon dot. Në qoftë se ne do presim me kulturë masive, ndoshta do të kalojë 200-300 vjet, që ta kuptojnë shqiptarët. Si e kuptoni ju kulturë masive? Më sqaroni mua. Kulturë masive do thotë me fjalë që të bëhet një propagandë e madhe nga shteti, në reklama publicitare, në televizione. Edhe kjo mendon që është më pak eficiente se sa gjobët? Jo, në shqiptarëve në këtë se gjoba kemi në qarkullimin rrugor, gjoba kemi në shëndetësi, gjoba kemi në arsim. E megjithatë, problematika është pafund. Vetëm gjoba. Okej, faleminderit zotëri që sollët mendimin tuaj. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Si mund ta bëjmë Shqipërinë ambientaliste të pastër europiane? Me dhunën e ligjit apo me forcën e kulturës? Kështu po e përkufizoj. Përshëndetje. Po, përshëndetje zotëri. Po, mirë se erdhët, urdhroni. Mimbroma punë mbarje. Unë ndoq edhe emisionin e dieshëm për sa i përket vlerave dhe ambientit. Kjo opinioni, edhe për sa i përket Berisha bëri një mbledhje qeveria apostafat për të. Intervistat që ke marrë ti. Qytetarët suedez kanë pastruar lushje ndërsa lushnjarët hanin sanduiçe në rrugë. Po,
Po edhe ke emisioni juaj për qasje, ku kanë qenë shumë të ftuar. Po. Unë do të thoja kështu, zotë Ertor. Jo vetëm që duhet kulturë masive, sepse gjobat relativisht që mund të kryen një efekt, po a mund ka diçka që nuk mund të bësh çdo gjë me anë të gjobave, sepse nuk funksionon vetëm nëpërmjet gjobave duke mos pasur rëndësi dhe Më do vi polici të vej gjobën, i jep në i gjonë dorë dhe ja ku e zgjidhe, nuk të vej gjobë. Jo, nuk është vetëm kjo, po është edhe diçka tjetër që se unë për shembull mirë tha i lam që bje, unë kam një bidon shishe në dorë, patëm di ku ta hedh. Po, vendosin koshat në rrugë, me standarte, se mungojnë dhe koshat. Tek plazhi ti vendosin kush ka shezlonge të ketë deturimin ligjor, të ketë koshin e plerave. Kjo është jo vetëm kulturë masive, po duhet edhe përka e qeverisë. Kushdo që të vi. Po, kultura masive nga qeveria do vi, se kjo kërkon nevojë për financë, nuk mund bëhet vetëm me vullnet të lirë. Kërkon financë, duhet bërë spote, duhet diskutuar, duhet gjetur mënyra si të shkojë ke qytetari i fundit kjo nevojë, që ai ta kuptoj që është në interes të tij një herë, pastaj të shoqërisë. Unë mendoj që janë të dyja, si zotë Ertor ve ku dush votën time, nuk ka për të. Okej, faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lutja shkon për gjithsecili nga ju. Përshëndetje. Urdhëroni. Zotë Ertor. Po, mirë se erdhët, urdhëro. Unë e shoh në një ndërtrim tjetër. Por mua do ishte e rëndësishme, do ishte shpëtimtarit të din të bëjë një moratorium kundër plastikës, çdo lloj plastike. Sa do të bëhet me landfill dhe me edukata me kështu, plastika është ajo që... Plastika, përveç se shëmton ambientin, si që kanë plerat që hedhin përgjithsisht, po ka dhe dëmet në shëndet. Por është një dimension tjetër, ne po flasim për një dimension parsor tash, që të krijojmë një ambient të pasur. Mundësisht ajo mund të diskutohet hiqen nga qarkullimi, sepse kanë, po hynë në një nivel tjetër diskutimi, jo të ky format emisioni. Për mu, unë kështu e mendoj parsore për punën e mjedisit të plerave është heqja plastikës. Një moratorium total ndaj plastikës edhe pikë. Ka që kështu e gjykoj. Kaloj ke varianti vjetër i Qelçit, pse jo? Po i Qelçit, i qeseve të letrës... letrës... fabrikat e Qelçit i kemi ekzekutuar. Po si me letra për shembull ka ra, me kompjuteret e me internetin, ka ra konsumi letrës për kancelarit e këto, kështu që nuk është se s'ka letra. Pa, në konceptin e strategjisë që duhet ndjek shoqëria për ta bërë eficiente këtë gjë, ju do mendonit për gjobën, pra forcën e dhunën e ligjit, apo kulturën masive, forcën e kulturës? Këto të dyja janë, po thashun, për mua është ajo, puna unë nuk heq dorë nga plastikë, nga eliminimi plastikës. Okej, sugjeroni eliminimin total plastikës. Faleminderit që ishit në studio. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Sipas mendimit tuaj individual për një Shqipëri të pastër, ambientaliste dhe europiane, duhet përdorur në mënyrë krahasuese. Ka dhe alternativa të dyja, por sigurisht duhet diskutuar njëra nga tjetra në mënyrë diferencuar. Përshëndetje. Më vjen keq që nuk komunikuam, shpresojmë që ju do ritentoni. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Padyshim e ndosim ne ambientin. Padyshim jemi ne që e bëjmë atë të papërshtatshëm, të pajetueshëm, e jo më të vinë qytetar europian, apo edhe më larg nga pikpamja gjeografike. Përshëndetje. To kur ikin një shteti dikin gjithë për ditër burr. Lekët aty në këto pra janë, të gjona janë. Okej, faleminderit. Kemi një qytetar, një telefonat. Faleminderit për mirëkuptimin. Ne vazhdojmë, ju thatë me të drejtë që kjo duhet ishin bërë me kohë. Tash vazhdojmë me mendimet e tjera. Përshëndetje. Urdhëroni. Mi mbrëma. Mi mbrëma, mendimi juaj. Mendimi im... Jam fal. Po? Mendimi im është sepse mirë qytetarët që janë, si me thonë, ndërgjeqëm o pa ndërgjeqëm, po problemi më i madh për mendimin tim është sepse plera që grumbullohen, a këto hidhen vende pa vend. Këto hidhen pra, edhe për këtë, a nuk duhet i kulturë, apo duhet edhe për këtë të përcaktohet ligji dhe të zbatohet pa kompromise? Ja, këtë desha të them unë, sepse këto që mbledhin plerat, këto duhet të dinë ku t'i qojnë. Ja, për shembull, siç pam televizion sot, që ato i hidhshin diku
Po, a kurseu naftën ai, kurseu dhe plus që vendet janë pa përcaktuara mirë. Jo, sepse s'ka ku t'i hedhi. Prandaj që këtu duhet funksionojnë, për mendimin tim janë shumë hallka që nuk funksionojnë. Drejt. Drejt, shumë drejt. Por ne po i referohemi parimit. Cila do të ishte sipas mendimit tuaj zgjidhja më e mirë? Sepse ai mund t'i hedhi plerat ku doj, t'i marri edhe t'i çojë t'i hedhi. Po ne po flasim për ambientin ku jetojmë. Normalisht, ambienti ku jetojmë. Ambienti ku jetojmë, në plazh, ke lagja ku banoni ju. Mbahet pastër ajo? Jo, a nuk e keni vënë re që ne mbajmë pastër shtëpinë deri ke dera? Pas derës është jashtëzakonisht shumë pastër. Ne problemi është pse s'ke ku i hedh plerat. Okej, problemi është s'ke ku i hedh plerat. Faleminderit që ishit në studio. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt emisionit Forum Sondazh në pritje të opinionit tjetër qytetar. Është transparent dhe mjaft lehtësisht i lexueshëm mendimi i qytetarit në të gjitha rastet. Përshëndetje. Urdhëroni. Shëndetje. Po, mendimi juaj. Mendimi im në rast parë, shteti duhet vendosi ligje të forta. Po. E dyta, duhet vendosë kazana, sepse në shumicën e vendeve mungojnë kazana dhe makinat nuk vinë për të pastruar. Po. Pra duhet edhe zbatimi i ligjit. Duhet edhe shteti të interesohet. Duhen të dyja. Drejt, duhen alternuar thoni ju. Duhen alternuar dhe me thonë drejt në shpërtarë dhe veç ku do që shkosh në Tiranë një gjën kazanat të mbushura. Bëhet fjalë pastaj në për komuna. Pa dyshim. Bëhet fjalë pastaj në për periferinë e qyteteve. Faleminderit. Ne jemi në transmetim të drejt për drejt duke sensibilizuar institucionet përkatëse për mendimin e qytetarit. Sepse ato flasin dhe harrojnë që duhet komunikojnë me qytetarin dhe të dëgjojnë, të konsultohen me qytetarin. Vetëm kështu në këtë mënyrë mund të funksionojë më mirë. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo, Artur. Po, urdhëro. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mendimi juaj zotëri. Mendimi ju në është që deri tash gjendja është katastrofike. Pa dyshim. Ashtu dhe. Kultura masive është e vështirë të funksionojë ashtu siç kërkohet. Pse? Ku është pjesa për të qenë e vështirë? Është e vështirë. Nuk janë të gjitha, a kupton? Çfarë mungon për shembull? Çfarë mungon? Krahas kulturës masive. Do të funksionojnë masat administrative. Edhe kjo është një kulturë që e ka çdo dhe një botë, masën administrative. Për shembull, mos sugjeroni zotri, juve jeni ulur në një ambient publik. Merrni një sanduiç apo një banane, e hani dhe e lini aty poshtë. Çfarë do ishte në këtë rast veprimi administrativ sipas jush? Veprimi administrativ në këtë rast, sipas meje, në qoftë aty do ketë prezencë policiet. Policia me njëherë të afrohet dhe të thotë zoti qytetar, si je, ose sot fare si je, letër njoftimin, ke shkel këte dhe të vend gjobën. A e ka polici këtë kulturë qytetare për ta bërë një gjë? Të lutem, polici e ka, polici si nuk e pas ka policia të kulturë qytetare dhe këtë të drejtë qytetare dhe në kohën e nverhoj që ne e kemi hell shumë gjana poshtë, po disa gjana nuk janë për të hell, mbi bar kur kalon te qytetari, mbi bar me shkel. Edhe në Rom, thot mos e shkel barin. Pa pasë në verë. Pa pasë në verë. Ashtu dhe. Ose qëndrimi mbi trotuar siç bëhet gjithkund rrugëve poshtë. Pra, për shembull, ne i referohemi shkeljes së barit. Në qytetet europiane, pavarësisht kulturës të pranueshme që kanë, shkruhet aty. Ju lutem mos e shkelni barin. Kjo është një dimension i kulturës masive. Pavarësisht se ndëshkohesh po të kapi polici, po ama shkruhet aty. Po një minutë. Jo, 2 minuta, me recet, s'ka problem. Të lutem shumë. Këtu nuk ka vendin e vetë dhe shkrujtëna. Po unë e di mos që nuk duhet hyp mbi bar tash. Për momentin, ashtu dhe. Po si mor hedhi a gjen plerat tonë, a gjen shkam te kryes ose mbi rrugën e Dajtit poshtë përpjet, makinat me plera nga më të ndryshmet. Po si mor hedha që kjo është një krim që nuk ai pa parashikuar, të lutem shumë. Mami e kapat makinë me plera hidhen mes pazarit në shenjë proteste dhe thuj zotëri unë nuk kam ku me i hedh. Ja ku janë mes pazarit kryes. Qytet brenda në qytet. Sa aty do t'i heqin me lehtësisht dikush. Kush i heq ato me drejna ma për 100 vjet? Kush i heq mor? Si do ishin ato? Drejt.
Okej, ju falenderoj zotri edhe për thirrjen qytetare që bë si në dimensionin e individit ashtu edhe në dimensionin e shtetit, veprimtari po themi administrative dhe ligjore. Ne vazhdojmë transmetimin duke rikujtuar që siç e shihni sot është parsor forumi, pra mendimi qytetar ka rëndësinë se si artikulohet, se si e ka perceptuar këtë element të rëndësishëm. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Nura. Po, urdhëroni. Ke kap një temë të shkëlqyeshme, jeni vërtet Po, shumë i mirë nga njerë. Nga njerë, jo gjithmonë. Nga njerë. Po, mendimi juaj. Pas më ram në opinion, të betom nuk kam pas menu kur që Shqipëria ka arrit deri në këtë ditë zes pa pastërtijet. Ne vetë si qytetar, në shtetet e huaja që nuk kanë pastrim, për shembull si në Afrikë në vende të tjera, bjen kolera. Po vetëm se aty bërtit aq shumë zonjë sa ato dhanë modeli që e policisë që të zbatoj ligjin duke bërtitur dhe qytetari që do penalizohet po dhe ai duke bërtitur. Nuk dhanë dimensionin e nevojshëm qytetar, sipas mendimit tim personal. Po, du me pru muhabetin që të kap kolera pa pastërtisë e mirë në shtëpi je. Po kur del për jashtë, unë a din ç'a mendoj. Pa i parë është i bashkisë, që duhet me u ka 4 kazana, për qelç, për letër, për gjitha, duhet 4 makina, 4 shofera, dhe me thonë ka kosto. Unë ba me kenë në vend doktor dhe Sali Berish, një orë të gjithë njerëzit që punojnë punë shtetit, i kisha aktivizu që të bëhet pastrimi gjithanshëm. Në mënyrë interesante do ishte dhe kjo. Po, kjo edhe është kulturë populli. masive quhet, si Toten Veri që dilte kishte çdo shkallë një brigadier, përgjegjë shkallë, edhe në punë të edhe gjithë pastroni tërqohen. me radhë shkallët, ama e mbanin pastër. Po, edhe në qoftë në ato vende që ishte në fushkruja nuk e di kumë, dhe ka nevojë shteti të betohej mune, kush e di kam lekë s'kam, po 20.000 lekë kisha dhënë për pastrim që të çohet. Po jo, taksat i pagoni ju për pastrimin e qytetit, s'ka nevojë më unë shumë. them për Vetëm atë. menaxhohen ato, Që zoti menaxhohen. Nura thëmë për atë Po. katastrofën që ka ndodhur në Shqipëni. Po, Me ka i 10.000 lekë ose 1.000 lekë çdo vjetër ose 100.000 lekë, Po, mund edhe të- pastrohet mund të sugjerohet të edhe merri kjo. pa pam. Drejt. Ju vendosni Okej. këtë opinionin tem ku doni, por pastrimi duhet vë sa më pas në Drejt. kap kolera. Ju falenderoj zonjë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Nëse sipas mendimit tyre, duhet ta vendosim këtë rregull nëpërmjet dhunës së ligjit apo nëpërmjet forcës së kulturës, arsyes. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Mirama, Më mbrëma, urdhëroni. atu respekte. Faleminderit. Mendimi juaj. Unë vi me këtë telefon nga një fshat i Mamursit. Kushe Po. Murës quhet. Po. Tash e ki parasysh kur fur flitet për fshatin. Dhe pas zotit kemi një lumë këtu hapër që u droj. Po. Vjen fshatari, unë për shembull. Po. I hedh dhe brek, nuk i hedh në ujë. Tash ne jemi mësuar brigadier se Edhe për një menet të mas masti. qaro, qa hidhni në breg dhe jo në ujë? Me turinat dhe me turinat. Po është e tmerrshme ajo t'i hedhësh në ujë, sepse uji shkon Po, në tash, det. Po, një sekond, po janë Sepse ju në qoftë se hidhni mbeturina mikrobiologjike i transferoni në Jo. diku tjetër. Janë dy të këtia bashkë për kas. Po. Po Tash, komuna e e ambienti. fshatit tuaj, nuk ka menduar ndonjëherë për një ambient ku të hidhen plerë dhe gjithë fshatit dhe të çohen diku? Në mënyrë kategorike është një pikë aty se asfalti Edhe ju e vjetër, votoni që kryetarin, përsëri. E votojmë, do filim në shumë gëzim. Në shumë gëzim shkonin Me në shumë, votime. po, brava. Me orkestrë si dikur. Ne jemi mësuar brigadierë Lum Dashamiri dhe këtu duhet gjoba. Gjoba, pra. Po. Okej, Duhet po gjoba, mirë, shkurt. ju e dini që duke, për shembull, nëse i referohemi Lumit, nuk e njoh fshatin tuaj, s'kam qenë asnjëherë, po Lumi kalon mes fshatit apo anas fshatit? Me fshatit. Mes fshatit, domethënë shtëpia e parë i hedh në Lum, edhe Po. mund të marrë shtëpia e dytë kalamani juaj që hyn Lum për të marrë gjë, mund të marrë një Për pifllik. lodra. Po pra, Për lodra. për të lujt, në verë futet dhe lahet aty e. Por problemi është institucionet e shtetërore që duhet të vendorën këtë punë. Ne jemi mësuar brigadierë dhe punojnë në atë tonë zoti. Drejt. Okej, ju falenderoj zotëri, e sollët origjinal rastin. Ju uroj çdo të mirë. Sigurisht kërkoja një kryetarit që paguani me taksa të mendoj të bëj një vend vetëm për mbeturinat. Përshëndetje. Alo, mi mbrëma. Mi mbrëma, urdhëro. Një thoni fjale, fukarallik mas karallik. Një fjalë tjetër filozofike, persiane, aziatike,
thonë që degeneroi, korruptoi një popull që mos ngrej kokë më fare dhe i popull dhe tjetë ngjelet në ignorancë. Për të vetëm në arsye sepse është në sundim më i kollajshëm. Po. Themi se fukaralliku maskarallik, mirë por në kohën e Hoxhës që përmendet juve, fukaralliku madh ishte se s'kishte ku shkote, por pasojtia e ishte në kulmin, apo jo? Patjetër. Po këto elita jonë politike që po ja merr para të dhunë popullit shqiptar, po ja merr nga xhepet, nga të gjitha mënyrët, nga të gjitha pikpamjet, në çdo aspekt. Si nuk ka mundësi që të bëjnë një demarsh të tillë që gjatë plera mos reklamohen në atë mënyrë se u reklamohen që është turp me bodës Shqyr Zotit ka një sensibilitet të madh që duhet të jetë edhe kërkesë e dikujt tjetër. Po flet vazhdimisht kryeministri, po flasin vazhdimisht ministrat përkatës, kryetarët e bashkive. Ka një sensibilitet të caktuar. Po a do ta ezauroj kjo problemin e shpytja dhe cila është mënyra më e mirë, me dhunë apo me kulturë? Po kulturë, një dhuna është dhunë, diktati është diktat. Mos i ngatrojmë se... Po, në rast e Enverit ishe me diktat, për shembull. Jo, ishe me diktat, sepse ishe diktat e përmban ligja diktat. Do më thonë, dikton ligjin, dikton një diçka që e vendos vetë ambienti, komuniteti. Pra, si pas mendimit tuaj, cila do ishte më eficiente, kultura apo diktati? Kjo është pyetja. Diktati është s'ka kulturë. Ja ku e një elitë politike. Faleminderit që ishit në studio, vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Pavarësisht se u tha që ignoranca është e keqja më e madhe, mendimi i zotërisë ishte diktati. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Jeni mirë? Mirë, faleminderit. Mendimi juaj. U bën shumë po që son gjën top. Televizorin shane e juve që trajtoni problemet të ambientit. Po? Rezion. Ju lutem mbajini aparatin më afër. Rezion është i ndrydhur pas diktaturës të rregjur 40 vjeçare. Prandaj ne duam me diktaturë për zërë. Pse për shembull? Pse se unë nuk marr vesh e hus kush në plerë dhe nga pallati. Për shembull, t'ju bëj unë një pyetje, më lejoni t'ju bëj një pyetje? Domethënë, në rastin e mbajtjes pastër të ambientit ku jetohet, jashtë derës shtëpisë, derë shtëpisë e mbajnë gjithë pastër, po jashtë derës shtëpisë. Do fakti që do vendosë një gjop kur të shikoni që do hidhje e duhet vite polici nuk mund të jetë këtë gjithë pallatet, mund të ketë nga këto, mund vendosi një polici pastërtie, ku diun si do ta zgjidhë shteti. Në rast se ju nuk do t'i thoni personit në fjalë që e bën atje. Shiko, ta hedhësh këtë është keq për ty dhe keq për mua. Se do vinë fëmijët tanë kur hedh lëkurën e bananës, do vinë fëmijët tanë do rrëzohen. Kjo do mbaj miza, do thrasi mikrobe, ata do luajnë se janë të vegjël, edhe do na smuren. Kush do ishte më eficiente në mendimin tuaj? Kjo që ju të thonit komshiut, apo të merrnit policin telefonet i thonit komshiu, hodhi lëkur banane. Jo, është shumë e drejtë mana jote. Apo hodhi plerat komshiu nga kati 5. Është fiks. Po e që gjeje ti. Ja pra, është konkretisht kjo. Kush do të funksionoj? Po flas për gjë të mundshme. Kush do funksionoj më mirë? Shiko, unë mund karasis. E ka hus, ka marru paketën e cigares, vup në trotuar. Nuk po flas për bishtin e cigares, nuk botla, po ka hus paketën. Edhe bishti nuk duhet hudh në rrugë, edhe bishti ka vend në vet. Patjetër, kur them ke bishti, imagjinoj te ai edhe qesën e plerave nuk shko ta hidhi aty në kosh, koshi po ka fluturon këtu. Ti mendon se vetë ai do ta bëj gjithmonë, po ta kapi herë policia, apo do thot, hajde po e paguaj këtë gjop e polici mas 10 vjetësh prap, do ta hedhë prap. Për shembull, mund ndodhi edhe kështu? Po zoti Artur, unë jam i mendimit që të zbatohet ligji valla, dënohet, të gjobitet. Ka organi kompetent të gjobisi, pik. Nuk merr mund të fi, ai është një person që unë s'du t'i flas, në lagje. Jo mirë, nuk ka të bëj me emrat përveçëm. Qofse nuk do t'i flasë dhe ti se ke një arsye objektive, komshiu tjetër, po bëhet fjalë për parimin.
Parimi është i mirë, po ne nuk marrim vesh me parim, ne duam qore. Jo, pyetja parimore ishte nëse sipas mendimit tuaj do të funksiononte më mirë polici me dhunën e ligjit apo kultura qytetare. Për shembull, të publikohen spote në shumicë ku të thuhet që është turp të hedhësh nga dritarja. Është turp, është risk për shëndetin, të rish aty ku ha edhe me plera. Derisa të ndërgjegjësohemi. Apo të mos urinohet në plazhet tona që janë bërë si hale madhe. Lere mos. Si hale gjigande, më falni për shprehjen. Nuk na merr malli me shkuar, edhe kemi mall. Unë kam 10 vjet pa shkuar atje. Drejt. Okej, faleminderit që ishit në studio. Siç e shikoni të nderuar televizionistë, parsor është forumi sot, mendimi qytetar, refleksioni qytetar. Sondazhi ka rol ose as fare sot. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Alo? Po, urdhëroni. Zoti Nura? Po, urdhëroni. Jam një qytetare këtu nga Tirana. Po, mirë se erdhët. Mendimi juaj zot. Kjo shumë tema që keni kapur dhe është më se evidente kjo për ato çfarë shohim dhe dëgjojmë, domethënë është një mizerabilitet për ato çfarë shohim televizor. Jam në moshën 75 vjeç. Zonjë, mos ju refero televizorit, referoju lagjes tënde kur i ti. Mi prit se ta tregoj dhe lagjen time. Po për ato çfarë pash, domethënë jam gati që të jap që në qoftë që s'ka të ndihmojmë domethënë qoftë edhe nga ana monetare, vetëm të pastrojë ai ambient dhe Shqipëria të jetë e pastër. Ashtu siç e kemi pasur dikur. Ky është një problem dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm, po unë kam një halltimin. Zonjë, halli ju e ka të bëjë me temën. Në pallate tash vinë me qerap, çifte, ose ashtu. Dikush i pëlqen të mbaj qen. Të qenin tash na e lëshon në shesh pushim, në përshkallë, bën çfarë do qeni dhe jam e detyruar unë tash të dalë. Edhe kur i thua këtij personi, reagon jashtëzakonisht keq. Çfarë do bëjmë? Ku shkojmë të ankohemi ne? Po, në raport me këto zonjë ka një zyrë të veçantë në bashkinë e qytetit, mund të ankoheni aty, pse jo? Nuk e di. Ka një zyrë të veçantë, ligji i parashikon të gjitha, dhe ai që mban qen në një ambient të populluar ka disa kufizime me qenin. Kufizime për qenin mund qaj gjithë natën edhe ti s'ke pse të rish pa fjetur. E sigurisht duhet ankohesh diku. Ne kemi këtu banor që është i përhershëm edhe mban qen dhe është jashtëzakonisht i rregull. Atë që është i pa rregull duhet shkosh diku të ankohesh. Unë di që bashkia duhet ta ketë kompetencë këtë gjë. Okej, zonjë, faleminderit, sigurisht ka shqetësime pafund në rastin shqiptar. Ndaj referohemi parimit. Dhuna e ligjit apo forca e kulturës është pyetja sot. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Mirëmbrëma, zoti Artur. Mirëmbrëma, urdhëroni. Unë do të kujtoja një shprehje e gjithë popullit ushtar. Dhe duhet ta lidh me atë mendimin që aty juve, në radhë të parë duhet luftuar indiferenca e të gjithë pa përjashtim. E dyta, ligji në një farë forme është dhunë, po dhunë e shkruar. Dhe e treta, jam dakord me atë që duhet kultura, por më duket se nuk vlen shumë propaganda. Pse do të argumentoj? Pse për shembull? Çfarë mund të themu një inxhinieri që ka mbaruar shkollën e lartë, që ka eksperiencë, që mund të ketë shëtitur, që ka parë projekte që bën dhe projektimin e ambientit, dhe po marr shembullin se pash të lajmet në Durrës, der ujërat e zeza në det, mbasi ka ndërtuar pallatin. Atë ti thënë që s'ka kulturë të ambientit, kur ai ka projektuar, bën ulishte, bën pemët e tjera. Ka disa koncepte për cilat ju i mblodhët të gjitha. Tu referohet kultura individuale. Kultura institucionale është një element tjetër rëndësishëm dhe përderisa ka një vullnet politik, sigurisht duhet ta analizojë edhe këtë. Por problematika është shumë e gjerë në rastin shqiptar. Pithliku na ka mbuluar kudo. Në plazhet tona vazhdohet me gropa septike. Dakord, por aty ka tjetër element, po le të referohemi të keqes më të vogël, ta eliminojmë atë, pastaj sigurisht shteti duhet të marrë parasysh të eliminojë dhe të këqijat më të mëdha. Po, unë i përmenda pak nga pak se çdo aty, më thënë, ide që dashur ka pastaj zgjerimin e vet brenda. Po, patjetër, po, a duhet të thënë në mënyra të ndryshme që është turp ta bësh një gjë të tillë? Të derdhësh ujërat e zeza. Ç'mundi të themi aty inxhinieri që projekton në shakimin e ujërave? Po, ta themi të gjithë, pa thënë që ta marrë vesh inxhinieri, ta dinë që është turp, t'ia thonë në sy atij që është turp apo një gjë. Tash të parën, duhet gjithë populli ushtar, duhet zhdukur indiferentizmi. Ma vetëm popullin ushtar jo. Gjithë populli qytetar.
shiko, se nuk unë jemi qytetar. Po pra, po e kuptoj, e kuptoj. Zoti Artur duhet më kuptosh, jo në kuptimin Po që ka prandaj qenë unë komunore vura para. një mbiemër cilësor më të bukur, që është qytetar. I gjithë populli qytetar. Gjeta këtë që me dërashin në mendje. Okej, ju falenderoj zonjë. Edhe duhet thënë që është turp për atë inxhinieri. Ta themi ne këtu, ta thonë tjerët dhe inxhinieri ta dëgjoj. Edhe ata që janë komshit e inxhinieri që e din kush është, ta mendojnë e t'ja thonë. Përshëndetje. Urdhëroni. Kemi hapi temë shumë që mu më pëlqen. Po. Pëlqen fare temat politike, më një gjë që popullit. Jo, kemi tema social-kulturore, kështu vazhdimsi kemi pasur. Po, edhe është shumë më shumë. Unë jam për do të veprojnë të dyja bashkë, edhe kultura qytetare, po edhe ligji. Edhe ligji. Një rast, miku im kur hikte në kohë në Gjermani që bonte. Atëherë ishte shtetë, dhe thonë kur shkojë në Gjermani, unë vetëm bukë qaj, asë edhe vizat e bardha i vete gjotë Gjermani. Po, ama e di pse në Gjermani ndodhi gjë e tillë. Sepse komshiu jo të merr në telefon policinë dhe i thotë, ky e bëri këtë gjë. Jo, thjesht në rrugë nuk respektojnë vizat e bardha, e di edhe këtë, edhe ma 30 marka gjotë se me marka ka qenë. Ne do ta quanin spiuna të komshiun që do na denonconte në polici, pse hodhën plerën nga kati 5, apo jo, apo gaboj. Jo spion mund ta quaj tjetër, po jo ju personalisht, edhe unë. Po një pjesë e mirë jona, pse mendon që nuk i thot spiuna ti? E vërtet është, por robi do të ketë kulturën pra të parë. Edukatë, kultura është fjalë e madhe, po. Ashtu. Mos ta oscilloj, ama atë shtëpia pis? Nuk matë. Edhe territori rreth e qarë shtëpisë duhet majtë pastër, edhe koshë i plena dhe aty është i hudhin gjonat aty ku duhet. Ata që i marrin paret mos i lejnë ashtu, se marrin normal, edhe shteti duhet ta bëj punën e vet tamam. Jo, vjemi në një makinë edhe i heqi herë, jo, unë kam qenë dhe në Greqi, e vishin 2-3 herë në ditë ata që pastrojshin vene. Ka kontratë pune me bashkim, bashkia ti kërkoj llogari. Okej, ju falenderoj zotri që ishit në studio. Sigurisht ju referuat kulturës qytetare, e cila duhet jetë funksionale, po pa dyshim edhe nevojës ligjit. Ndaj ne e injoruam sondazhin, po e bëjmë formalisht, por po dëgjojmë mendimet qytetare. Përshëndetje. Zoti Artur. Po, urdhëroni. Jam një moshu, në moshën 77 vjeç jam. U bofshi i 100 thonë Shqipëri. Unë kam mendim që kjo punë, kjo vjen nga diktatura ka ardhur. Sepse duhet të mësu që në shkollë kjo punë. Unë në shkollë, maj mend, në klasën e parë, kemi pas një vjerës, djathtas, majtas, shifo fëmi, rrugës mos këtu i ndalë, se kështu dhe në shtëpi, shnosh arrit me shpejt. Keqi u vra ky djalë për dhe, veç për fajt të djali. Pësër të sen fus pavore, lëkura portokalli, do të themi, nuk është as i gjo vetëm se duhet mo që në embrion. Dhe më thonë që pse kultura masive këtë simbolizon, që futet në embrion dhe në çdo cep të qelizave të shoqërisë. Sepse fëmijët tonë, do më thonë fëmijët tonë kanë mësuar gjagjen vere ke gojën me sheqer. Me sheqer e me urma, pastaj lumë partia se populli. Ne kishim edukatë, nuk e di as prehë mirë apo jo, zotër. Sakt. Përshëndetje. Faleminderit që ishit në studio. Sigurisht duhet qelluar që nga fëmijët, kultura masive, kultura familjare nga prindërit, po jo deri ke pragu i shtëpisë, edhe përtej saj. Presim opinionin tjetër. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Përshëndetje zoti Artur. Po, mendimi juaj zotri. Unë do të isha për kulturën masive, po shumë njerëz që gjoba madje dhe dënimi e qelirisë se nuk vinë të rrezin ndryshe. Po, në rastin e inxhinierit që ju referua zonja, sigurisht aty duhet funksionoj ligji. Po, në rastin e qytetarit duhet funksionoj qytetaria. Në rastin e ambientit ku luajnë fëmijët tanë, në rastin e ambientit ku ne rrim. Edhe fëmijët kanë shumë mangësi, nuk e di nëse u kultivohet ose u predikohet në shkollë, por që sigurisht kanë edukatë qytetare bile, nëse kemi patur lëndën e edukatës qytetare. Ato i hedhin çfarë blejnë, i hedhin rrugës edhe sikur të jetë pranë kazanave e hedh për tokë. Okej. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt të forumit, parsorësh forume, mendimi qytetar për ta patur Shqipërinë të pastër, ambientaliste dhe europiane.
mënyra dhuna e ligjit, apo forca e kulturës dhe e arsyes? Përshëndetje. Po, urdhëroni. Zoti Thuri. Po, mendimi juaj, zotëri. Mendimi im. Ju, për mua dhe emisioni më i bukur, sepse jeni një dietar e hapur për ne publikun. Po dhe ju duhet patjetër të merrni një mesazh nga mendimi i qytetarëve. Sepse është i vetmi emision që neve na jep mundësinë të flasim, komunikojmë në mënyrë publike. Çështi për problematikën që ndrihet, ne kishim zakonisht pa nuk diçka nuk po reagojmë. Për mendimin tim, e mira është që të jena të ndërgjeshëm të gjithë së bashku. Mirë, për fatisisht, që ne që s'kina kulturën e duhur, duhet patjetër të veprojë dhe ndëshkimi. Sepse, në figurative, gjithë e tim që tjetër duhet vra për pa e vrasim, për duhet dënu vra. E me gjithë të vrasja, e thatë shëmbullin e thatë shumë mirë, për e keni të gabuar, se vrasja ndëshkohet me ligje me gjitha të ndot. Po edhe ndotja, se në gjova para folësit, që ta pri likur portakalli që të sharit citoj, po dhe unë ndot ambientin, u vranë pra 2 vetë në atje, në Baguret. 2 vetë vrasë që jo dhe jo, pa dashje po vrasë. Gjithësi, jam për edhe ndëshkimin. Edhe për ndëshkimin. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt duke ju referuar pse jo, rastit të vrasjes, pavarësisht se vrasja ndëshkohet nga ligji, ajo ndodh. Dhe padyshim që ka nevojë për shumë më tepër instrumenta që të ndodhin sa më pak vrasje. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë jam për shoh ato titrat që kalojnë aty. Jo, janë formale këto titrat, tema po, sondazhi është formal, nuk është regjistruar. Formal. Jo, sondazhi, sot është parsor forumi, po. Për forumin, Po, mendimi juaj, domethënë. Unë jam edhe për gjobën, edhe për kulturën, që të dyja jam unë. Po, abstenimin vën çudi që pas ka shumë abstenim për 100%. Jo, prandaj po e rrisë kësaj, është domethënë është krejt formal, po vendos unë nota dhe vota në mënyrë formale, po nuk janë reale. Sepse ideja është, sot është të diskutojmë. Ju thatë në mënyrë simplicise janë të dyja. Por le ta marrim në rastin konkret. Për shembull, i referohemi pastërtisë së ambientit publik, ke zona ku ju jetoni. Ju mendoni se po të vendoset një gjop që duhet ta zbatoj policia, sepse gjopa nuk mund të funksionojë vetë. Duhet një zyrtar i cili të vita vendosi. Ne do jemi aq të ndërgjegjshëm sa ta telefonojmë të zyret i themi që komshiu im hodhi plerat nga kati i 5. Po duhet të dalë si ligja, si rregull. Pyetja është zonjë, u bë ligje, marrin u bë. Ne do ta bëjmë nesër. Ne do ta bëjmë nesër që kush hedh plerat nga kati 5 do ndëshkohet me 3 milion lekë të reja gjop. Po, jam dakord. Ju do telefononi në bashki apo në polici? Edhe po duhet që ta mbroni, jo telefononi dhe me emër kështu. Po pra? Ju besoni që ne e bëjmë një gjë të tillë. Po dohet, si gjithë bota, apo su bëm neve, po se bëm neve kush do ta bëj? E drejtë është, bota ashtu e ka, bota e zhvilluar. Është komshiu që të denonton. Kena filluar me denoncon. shutit tash, kena parë. Po. Ke qef shkojsh jashtë. Edhe këtu i hedhin plerat, po i hedhin, i marrin, i pastrojnë, po prapë njeriu vetë i hedh po për jashtë. Po kazani është bosh, i pastron ai që merr makina, prapë i hedhin jashtë. Unë për vete unë i hedh mena se vjen edhe kur është plot e hudh aty. Drejt. Po si nuk e di, Okej, kultura duhet na mungon. harmonizuar kjo. Kultura Duhet dhe gjoba. folur zonjë, duhet folur për këtë gjë. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirat. Ju e thatë qartë azi, duhet alternuar. Pa dyshim që duhet alternuar. Ndaj refleksioni i alternimit vjen nga ky emision, vjen nga shkrimet që bëhen, vjen nga konferencat e shtypit, nga mbledhjet e kryeministrit, të bashkisë, të opozitës, duhet të gjithë instrumentat e shoqërisë të funksionojnë. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Alo, përshëndetje Turi. Po, mirë se erdhët, urdhëron. Si zë puna. Me drejt ju thoni kultura. Unë do ngelesh e qika ishta vëz dhe shtë i Tiranësi. Primare, për mendimin tim, është edukata. Edukata mere, do me thonë qytetaria ose kryeqytetaria ose shumë gjona ne, po ti pa hymë politik fare, po ti kalojmë ne disa pasoja vinë nga sistemi, komunizmi. Kur thu dhe si ligjë është nëshe, kur thu diktaturë nëshe, kur thu gjobë, hymë e në ligjit.
Nëse nuk ndahet edukata, ne kur ishim shkollë, e në dje më amend, bëjshim edukatë qytetare, do me që isha mi, do dhe ishe ne i ke prefoj të gjitha gjona. Nëse futet që në kopësht, ajo edukatorja mos të pranohet fëmijët pa pastër. Detyrimisht prindi do edukohet me dashje pa dashje, edhe fëmija do i kërkoj pastërtin vetjake. Po e kultivoj, ai edhe në ambient jashtë, edhe në rreth shoqënore gjitha, nuk do s'kjollet keq, nuk do e hudhi thop letër ose atë lëkurën e portokallit ose bananes në rrugë. Drejt, po duhet të gjitha segmentet e shoqërisë të jenë të vëmendshme. Po duke filluar nga arsimi, po edhe në lagje, edhe qytetarët vetë, edhe në plazhistët. Se nuk e di e ke pasur, po me shezlongët afër, ai bështyn ke këmbët e tua, han buk. Edhe e hedh letrën që ka mulu bukën te këmbët e tua. To edhe kanë ekzistu, nuk ko, edhe përpara sa to. No, për shembull në Itali apo në Greqi, qofse apo në Turqi, qofse ke pas fatin, këto gjëra atje kanë vendosur kosha në atë distancë që ti je i detyruar, edhe po duash mos e hedhësh ta hedhër, sepse çep tjetri me sy të shtrëmbur, se të ka bërë koshin aty. Këtu mungojnë kosha, pak mungon qytetaria, pak bashkia e zonave bregdetare mendon vetëm të marrë taksa dhe nuk i kërkon llogari atyre që shfrytëzojnë ambientet publike për të fituar lek, sepse ata plazhi kudo është me liq ambient publik. Ai jep atyre në përdorim, nuk i kërkon as kosha mbeturinash, as dushe, as tualete, as një gjë, edhe... Turi, normal, me disjo puna, do të thënë një dy gjona punë memorje, maj men plazhin si s'ka qenë. Nuk ishte ky plazh me këtë popullsi një tjetër nëse do me thonë... E po kishte ca tualete për sa për atë, kishte ca dushe, kishte ca kosha. Po ishin me gjoba skeptike, unë kam qenë edhe në Greqisja. Po plazhet e Golemit vazhdojnë është, po. Nuk e di e kupto. Edhe atje, në Bari, mos harrojmë në para i vitit 2 vjetësh. Për mund dikon një qik edhe drejtimi i vetë pushtetit tonë. Faktin që ne, duke pas problem me plenat, ne nuk duhet me shmendim individual. Po, jo, tashi kam fillu gjithë, nga kryeministri dhe dhe kryetari i opozitës, ministrat, po flasin gjithë. Se unë kam bërë shkrimin që thot kryeministri që para 20 vitesh, është i botuar, gjehet në net, në Balkan Web, kur them që duhet menduar për tej derës shtëpisë, edhe është në favorin tonë. Tashi po e thot kryeministri. Të edukomi për vete, por edhe të tjerët ta kuptojnë që pastërtia nuk mahet as me bëhet për vete edhe për tjerët. Okej, shumë faleminderit që ishin sot, dhe ka të 10 të tjerë pas jush. Faleminderit, ju uroj çdo të mirë. Presim opinionin tjetër, mendimin tjetër qytetar. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë mendoj që të vënë alarmi, sepse e i rasti për smundjet kanceroze 6.000 në vit, duhet në vërë dhe vizjet të popull, sepse qeveritarët nuk e duan këtë vend që të bëhet. Sepse ata mund të vinin gjoba, mund të bënin të gjitha gjëra, po duke e ditur se si qeverisin, ata kanë frikë nga mosdhënia e votës. Këtë nuk e kupton publiku. Këtë duhet ta kuptojmë më mirë, sepse e gjithë puna është këtu. Nuk duan shtet formim demokratik, mirëqenie për të gjithë, plus ambient të pastër e përqafoj gjithë lindje evropiane, vetëm Shqipëria jo. Okej. Faleminderit që ishit në studio, vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt, se ka të bëj shumë me qytetari, ka të bëj pak me partit. Megjithatë, sigurisht ka përgjegjësi politike qytetare. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, Turi. Po, urdhëro. Unë jam për të bënë, po që të rrjet ajo bëja, këtu prish për 50 vitë të shekuj. Duhen dhe gjobët. Mos pas zotin më atë kone në verit se mbetjet atëherë ishin të spaku një 10.000 herë më pak. Por, po t'i vejshë menë, kur shkojshëm punë në gjithë banjut, shqipshe kornelën e vajgurit me tenxeren, kështë bashku gojën me dëzën. Atë kulturë ne do t'a bujmë për shumë kohë, Turo. Mos pas zotin mos taj përmen një atë qenë birë qeni. Natë dhe mirë. Natë në mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritet opinionit tjetër qytetar. Lusim çdo njërin prej jush të vinë në studio. Refleksioni qytetar për një Shqipëri të pastër, ambientaliste dhe europiane. Duhet bërë me dhunën e ligjit apo me forcën e arsyes dhe kulturës apo edukatës qytetare. Përshëndetje.
Tori, përshëndetje. Po, urdhëroni. Mendoj që ka disa probleme. Fillimisht jam për një sensibilizim masiv, gjë që do kishte them efektin e duhur, por do dhe kushte nga pushteti lokal, me qëllim që të ketë ai X person të edukohet nga një ambient që të imponon kulturë. Jo, unë ka sugjeruar, po ja sugjeroj bashkisë të Durrësit tashi për shembull. Të bëjnë spote publicitare ku të thuhet të hedhësh mbeturinat nga dritarja është turp i Zotit. Të hash edhe trish me i vend është turp i Zotit, ta zotria. Zotria ishte Tiranës, ashtu i kanë pasur. Është shumë e drejtë dhe ana tjetër, ku them për kosha, kam parasysh dhe rrugët në Tiranë dhe në shumë vende të Shqipërisë. Po, janë një kosh në 3 kilometra. Do të hedhësh farzoletën, nuk e ku ta hedhësh. Ky ambient që të imponon një kulturë sa të bukur atë që duke patur kushte, të patur mundësi, të imponon pikërisht ky ambient që të vetë kulturohesh. Tjetër, vlerat hapen, kanë vënë re dhe nga disa individ që gërmojnë për kanaçe. Është vërtet shqetësuese, ata janë hallegji, nuk diskutohet, por nëse në një farë mase kazanët e mëdhenj mund të jenë të sistemuar, në ndryrën e tyre bëhet një gjendje jashtëzakonisht e rëndë. Mund të ketë mundësi që t'ju bëhet një pajisje nga sipër, vetëm për futjen ose për hedhje dhe ka perëndimi të zgjidhur, plastika me një vend, llamarinat me një vend, qeqet me një vend tjetër, ja ku zgjidh ajo. E kanë premtuar dhe këta, po me sa duket e kanë haru premtimin. Shumë e drejtë. Jam dhe për ligjin që duhet të jetë i formës së prerë. Sepse tek ne toleranca më duket i ka kaluar caqet. Nuk është e bën dikush. Vetëm tolerancë, po themi tolerancë në konceptin e mirëfillës saj, se kur ka kaos, nuk është tolerancë. E drejtë. Është kaos. Nuk ka të bëj fare me tolerancën. Po kam parasysh një shprehje të Piromishës, e disa tuaj, që i thot një Amerikan, vështirë të bëhet, vetëm nga që pak një mal me plera që në rinas. I referohet një faktin në lushnja. Kam quar një kolegun tim në Golem, sa po zbriti nga makina, pa atë ambientin e parkimi, vetëm me plera, letra, mbulesa, sanduiçi, lëkura portokalli, do vija i më në plazhin e Shqipërisë? Shumë e sakt. Ka si të vimë. I referohen dhe një fakti në Berat, para disa viteve, kur një kolonel Hansi me një brigadë gjermane pashtroni lumin e Zagores. Një lum që nga mbetje që isnim ne, që banonim në atë zonë, mbyte një pjesë e Beratit. Dhe fëmijët, jo vetëm indiferent, por dhe komandant të Gjermanit duke thënë, o Xhaxhi Hansi, ka ca plera tek shtëpia ime, hajde merri me traktor, me zetor. Jo, ke rastin e Lushnjës. Kanë ardhur suedezët, kanë pastruar qytetin e Lushnjës dhe lushnjarët kanë ndetur indiferent, kanë vazhduar të hanë sanduiç, kanë vazhduar të hanë banane dhe të hedhin në kurrë. Kjo është nevoja e kulturës masive. Për të thënë që është turp kjo gjë. Nuk është as gjuarësi. Të vinë të na pastrojnë të huajt. Edhe ne që ne realisht jetojmë këtu, nuk sepse nuk e dim që është në dëmin tonë, është faturë për ne, është faturë ilaçe, është faturë spitalesh, është faturë smundjesh, shkurtim të jetës. Turi sot vija nga qendra dhe aty tek pallati i kulturës, që është truar ai vendi atë që po në anë të murit, më fal, po urinonin njerëzit. Edhe shumë faj nuk ju vë. Nuk ka më tualete publike. Nuk ju vë shumë faj sepse këto banjot publike janë për gangrenë në Tiranë. Nuk e di se kur duhet të dëgjohet një thirrje qytetare, se janë njerëz të gjallë, nuk kanë ku të kryejnë nevojat, njerëz që ti shikosh në pamje të parë, po është nevojë fiziologjike. Turi të Faleminderit juve. Vazhdojmë transmetimin e gjitha janë njerëzore, edhe rasti që solli zotria dhe kanë të bëjnë me qytetarinë, kanë të bëjnë me përgjegjësinë e shtetit. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Urdhëroni. Unë di që pasërtia është norma më elementare e kulturës. Në një shoqëri ashtu është. E çdo gjë fillon nga pasërtia. Por di edhe këtë që në Maqedoni po të dalësh kupton që është më pasur. Në Malzi po të dalësh
e kupton fill që është më pastër. Në Itali po ashtu, në Greqi po ashtu. Ju e keni shëtitur Maqedoninë? Po, sigurisht që kam dalë. Po pjesa e shqiptarëve si u ka rezultuar? Pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë është shumë e pastër se ajo e shqiptarëve brenda territorit të Shqipërisë. Po në raport me pjesën maqedonase? Në raport me pjesën në Maqedonase është pa aq e pastër. Okej, mua nuk më ka rezultuar ashtu. E nuk kam qenë pak herë për arsye pune. Nëse nuk duhet ta rëndojmë më tepër faktorin shqiptar. Jo, nuk ka rëndes fare, duhet të reflektojmë të gjithë, ju thatë është dimensioni minimal i kulturës një shoqërie. Po pikërisht. Nëse nuk do ta i fshehim vetes këto mangësi, do mbetemi ashtu. Po pikërisht, sepse nuk mund të fillohen gjërat nga mesi alfabetit të pa filluar nga aja. Nuk mund të kërkojmë asnjë që një as një kulturë më të përgjithshme të avancuar nëse nuk kemi pasërtinë. Unë mendoj që nuk ka më nevojë të mësoj shqiptari se si duhet të emancipohet. Sepse nuk besoj që ka një shqiptar që nuk e di që vendi duhet rri i pastër apo nuk duhet ta hedhë këtë në rrugë. Jo, por derisa e hedhin do thotë që ka shumë. Por derisa ne kudo që shkojmë gjejmë papastërti, ka një përgjegjësi të, po themi, të organizma institucionale, që cilët nuk i hedhin taksat tona aty ku duhet dhe si duhet, se i marrin taksat e pastërtisë gjithë. Por nuk i hedhin aty ku duhet dhe si duhet. Po sigurisht ka dhe të bëjë me qytetarin që jeton, që e konsumon atë ambient, që e bën e ndot atë ambient dhe që i vazhdon të jetojë pas një shqetësim. Po, mua më duhet largohen, sepse po marrin telefon. Faleminderit që ishit në studio e u intriguat për telefonuar. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Çdo njërin prej jush duhet filluar nga vetja dhe sigurisht shoqëria dhe sigurisht shteti apo pushtetet përkatëse. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, urdhëroni. A manga se këtu ke neve, në Shqipëri, nuk vjet më ajo rregull si ka qenë. Pse? Më kuptoni? Pse nuk vjet? Po duam shumë që të kapin dhe me thënë atë problemin e pasërtisë. Shkova në Itali, më edhe një fëmijë e vogël kishe qef hante një karamele dhe atë letër nuk e jete poshtë, po e fuste në çantë. Edhe ku ishte vendi, shkonte e hidhte. Unë ngela shumë dhe me thënë ashtu e knaqur nga fëmija. Kurse këtu ke neve, pa gjëtë keqe ta e për para burri huja aty bananen, ose edhe bie bama aty dhe shko në spital. Po ju zonjë në një rast të ngjashëm, nuk do i thonë edhe qytetarit, mos e hidh bananen aty se mund të rrezohet fëmia edhe i yti. Nuk ka ikur kultura këtu ke neve, ka ikur më rëbirë. S'ka këtu ke neve më kulturë. Nuk ka asgjë. Unë besoj që ka, po duhet reaguar. Unë besoj që ka. Qenë të ngordhër, lekët po na imbajnë. Nuk ka asë një lloj problemi duke neve. Duhet shumë që të vi. Lekët aman, ima një pension që marim. Aman, ku shkon atje baguan atë ke atë të gjitha na imbajnë ato lekë. Prandaj jena shumë rapa. Prandaj është e kohë që neve flasim se nuk vjen më në vi këto njerëz. Kanë hallin të votave. Kur vin këtu thonë duam vota ta ndekti. Ama mos ja jepni zonjë, mos ja jepni votën kur nuk ju përgjigjet. Mos ja jepni. Mos shkoni në votime, pse jo? Kur nuk ju dëgjoj. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Jemi në minutat e fundit dhe po flasim për një Shqipëri të pastër, ambientaliste dhe europiane. Reagimi qytetar. Kam folur institucionet tashmë, ka një sensibilitet. Përshëndetje. Turi. Po, urdhëro. Më vjen keq edhe për këtë problem ne disa jo të gjithë i politizojmë shumë gjërat. Unë mendoj që problemi i pasardhësisë ka të bëjë me edukatën. Dhe një person edukuar e reflekton çdo aspekt të jetës së tij, në marrëdhëniet me shoqërinë, në marrëdhëniet me bashkëqytetarët, me ata bashkëbanorët ku ai jeton. Tash i qatë mund t'i themu një kolegu tuaj, me Memin Agolli, gazetar i BBC-s, dikur, besoj se e njifti, kur bën punime, ke shtje vetë, edhe ato mbetorinat i jetë jashtë, do më thënë, o borit se a i jeton një pallat dhe atë e ka thënë një shtëpi private, model anglez.
Më kupton? Pra, ky person për mua, edhe pse është gazetar, edhe pse ka parë botën, edhe pse ka qenë në një do të thënë Mirë, le ta sqarojmë që ju folët me emër për personin. I hodhi kur bëjmë punime dhe unë kur kam punuar shtëpi time, i kemi nxjerr, i kemi lënë atë në obor dhe kur kam mbaruar punimet, i kemi hequr. Jo me vëmendje Turi. Po pra, po, të lutem, jo të paragjykoj, se po flasim për qytetari. Po mirë pra, derisa mbaroj punimet, ai nuk mund t'i heqin për një herë. Mbarojnë punimet, ka detyrimin t'i heqë. Turi. Po. Ato janë hedhur, janë lënë aty në trotuarin pallatit Prambanes. Le të jemi qytetari. Ka mbaruar pyetja është kanë mbaruar punimet. Dori, të lutem vjen keq. Okej, ju nuk doni të dëgjoni. Unë ju bëra një pyetje, mund të përgjigjeni. Çfarë përgjigje? Ai mbaroi zotria punimet edhe i ka lënë aty. Nëse do veproni dhe kështu, shumë gabim. Ja pra, kjo është mënyra e të paragjykuarit, nuk është mënyra e qytetarit. Po unë po flas, unë po të o zotri i nderuar, unë po të bëj një pyetje korrekte dhe konkrete. Ti nuk do të përgjigjesh, e paragjykon ti atë. Ti je natyra e paragjykuesit. Ai nuk ka ku të çojë, magji nuk mund t'i hedhë. Ka detyrimi qytetar në momentin që mbaron punimet. Faleminderit zotri që ishi në studio. Kush nuk dëgjon, nuk ka pse të dëgjohet. Sigurisht kush mbaron punimet, masë nuk mund të bëj magji, nuk ka mundësi t'i bëj magji ashtu. Edhe flasin, tregojnë dhe emra mbi emra, edhe nuk përgjigjemi për gjëra konkrete.